Përshëndetje të nderuar shikues. Po fillojmë përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka caktuar datën e mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Seanca e parë e legjislaturës së re do të mbahet me 6 gusht në orën 10, ka bërë të ditur Haxhiu gjatë një konferencë për media. Vetëm një ditë para përfundimit të afatit kushtetues prej 30 ditësh për mbajtjen e seancës, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka caktuar 6 gushtin datën e mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media e para e vendit, Haxhiu tha se seanca do të mbahet të njëjtën me fillim nga ora 10. Sot, njëftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht në orën 10. Haxhiu gjithashtu tha se mbetet detyrim politik i subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Deri atëherë mbetet detyrim politik dhe institucional i subjekteve parlamentare që të vazhdojnë dialogun. Dialogun ndërmjet tyre askush nuk duhet ta shohë si një shenjë dobësie, por si dëshmi e përgjegjësisë demokratike. Është e vërtetë që partia fituese vetëvendosje i ka numrat edhe për konstituim të Kuvendit edhe për qeveri, por mos i harroni akuzat që na bënin partitë politike në të kaluarën pse u ngutet me konstituim, pse u ngutet me qeveri. Pra pikërisht kjo ka qenë arsyeja që kam konsideruar që nëse ngutem ata thon pse u ngute, nëse s'ngutem pse s'u ngute, nuk i vjen tamam. Ndërkohë, disa ditë më herët duhet të mblidhet kryesia e legjislaturës së re për të caktuar rendin e ditës. Rritjen e vazhdueshme të çmimeve po kundërshtojnë edhe nga shoqata konsumatori. Kryetari i shoqatës Selatin Kaçaniku, përmes një lidhje virtuale, ka kërkuar dialog me qeverinë e Kosovës për të parandaluar situatën me rritjen e çmimeve, sidomos të produkteve bazike, në të kundërtën do të mendohen forma tjera. Shporta e qytetarit kosovar që përmban produktet bazë po vazhdon të rëndohet. Kjo për shkak të inflacionit që ka arritur normën në 6% dhe Kosova zë vendin e parë në Ballkan për rritjen e çmimeve të konsumit. E për këtë ngjarje, i pari i shoqatës konsumatori tregoi që ndër të tjera, faj kanë edhe qytetarët që janë neglizhent ndaj kësaj situate. Ne duhet të kthehemi dhe të bëjmë të duhurën për vetveten tonë. Nëse ne jemi neglizhent, mos të presim as nga ata të cilët i kemi fuqizuar me votën tonë të lirë demokratike, kemi bartur kompetenca autorizime të ata, i përkrajme me paranë tonë publike, që të bëjmë diçka më shumë për ne se që po bëjmë ne për veten tonë. Do me thëmë, kjo që po bëhet ndaj nesh është refleksion i asaj që ne po e lypim, që ne po e kërkojmë. Ai tregoi po ashtu edhe për zgjidhjen e kësaj problematike. Ne duhet të vetëdijsohemi dhe të bashkohemi dhe të bashkuar t'ja prezantojmë qeverisë dëshirat, planet, kërkesat dhe perspektivat tona. Nëse ne nuk bashkohemi dhe nuk ja themi qeverisë troq, qeveria do të na thotë në mënyrën e saj troq. Rritjet e çmimeve janë regjistruar të ushqimet dhe pijet jo alkolike, kujdesi personal dhe shërbimet të ndryshme. E kjo rritje e çmimeve është ndikuar kryesisht nga shtrejtimi i transportit, strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse. Prej më shumë se një vitje gjysmë, banorët e rrugës Naum Veçilharxhi në Gjakov kanë mbetur pa ndriçim publik. Kjo situatë po ju vështirëson shumë edhe qarkullimin orëve të vona, e sidomos netëve verore kur daljet janë më të shpeshta. Më shumë se një vit e gjysmë, pas largimit të shtyllave elektrike, banorët e lagjes Naum Veçilharxhi në Gjakov thonë se rruga vazhdon të jetë në errësirë. Sipas tyre, shtyllat u hoqën për kalimin e rrjetit elektrik në tokë. Edhe pse kabllot janë vendosur nën tokë, ndriçimi publik nuk është rikthyer, duke lënë rrugën pa drita gjatë natës. Përballë kësaj situate, banorët thonë se janë detyruar të gjejnë zgjidhje vet. Ata kanë vendosur drita të vogla në dyert e shtëpive për të ndriçuar sadopak rrugën. Përveç mungesës së ndriçimit, shqetësim mbetet edhe prania disa trafove elektrike që sipas banorëve, ato paraqesin rrezik për fëmijët, të cilët luajnë çdo ditë pranë tyre. Banorët shpresojnë që kjo çështje të mos vazhdojë të mbetet në harresë dhe institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë për ta rikthyer sigurinë në lagje.
Të shumët janë turistët që zgjedhin të vizitojnë Gjakovën gjatë verës. Gazetarja Alice Taylor është njëra prej tyre, të cilës po i pëlqen shumë ky qytet. Në një intervistë me gazetaren tonë, Taylor u shpreh se Gjakova frymon 100% shqip. Alice Taylor është gazetarja britanike që erdhi në Shqipëri për një vizitë traditore, por u dashurua me treva shqiptare dhe nuk u largua më. Madje ajo ka gjetur një tjetër dashuri të madhe për Gjakovën. Por si u gjend Alice këto, mjaftoi një vizitë rastësishme për të kthyer në qytetin pa të cilin ajo nuk bën dot pa të. Herë parë në qenë në Gjakovë në vitin 2018, me baba e vajzës, tani jam ndarë, por unë shkoj në Tropoje, edhe do të eksploron, pak edhe do të kthej në Shqipëri, ai tha, do të kalon nga Gjakova, sepse është një qytet shumë i bukur, ka historinë e gjatë dhe ka një çështje bazar, shumë i bukur. Edhe unë kalon edhe unë bleve një djep. Jo për vajzës, por sepse është i bukur edhe unë mbaj mend dhe pronar duqanit është pak confused, pse një vajzë e huaj do të ble një djep. Po tani unë kam një shtëpi e madhe, një depi e madhe nga Gjakovës edhe ka gjithë lodrë vajzës brenda. Në rrjetet e saj sociale, Alice nuk e fsheh dot. Gjakova për të është një shtëpi e dytë. Por çfarë e bën këtë qytet kaq komod sa të fal me një herëngjesi në shtëpisë? Numër 1 njerëz, sepse njerëz është shumë ngrohtë. Gjithë shqiptarët është mirë, është dashur, por në Gjakovë të gjithë është si shokë dhe shoqe. O Alice, si kur ktheu prap, hajde në shtëpinë time. Unë kam shumë shokë dhe shoqe, njerëz nga Gjakovë ka shumë mikpritje. Për te mikpritjes, ka edhe diçka tjetër që mban lidhur pas këtij qyteti. Unë kam një problem, sepse kur erdhe në Gjakova, kur kthej në Shqipëri kam marrë 1 kilo, minimum nga ushqimi, sepse ka shumë djathë, dhe havjare, dhe bukë, dhe salmone, dhe mishi. Midis dy dashurive të saj në Kosovë, Gjakovës dhe Prizrenit, vendin e parë nuk ja zë askush. Për Alice, Gjakova mbetet unike, sepse frymon 100% shqip. Gjakova numër 1, edhe është vërtet, Gjakova numër 1, po më pëlqen shumë Prizreni. Po është shumë diferent nga Gjakova. Ka influencë më fort nga Ottoman në Prizren, por Gjakova është 100% shqiptar. Është depi e kulturës shqiptar. Dhe krenar për Shqipëri edhe shqiptarës është më fort. Prizren patjetër është shqiptar, por ka një mënyrë tjetër. I hope I don't upset anyone, po është shumë i bukur Prizreni dhe më pëlqen shumë, po Gjakova është si Shqipëni. Por rrugtimi i saj në Gjakovë shkon për te bukurisë. Alice ka realizuar një dokumentar për të kaluar në dhimbshme të këtij qyteti, duke i treguar botës tmerret e luftës. Një përballje me rrëfime të rënda, të cilat nuk ishin as pak të lehta për të kaluar. Pas mbarova zhjirimi për dokumentar, unë kam shumë të mbjet, edhe unë kam marrë 1 javë pa punë, sepse ka pak second hand trauma. Edhe në fakt unë kam bëj pak intervistë me njerëz edhe nuk transmetuar, sepse njerëz ka shumë dhimbje, të qanë intervistë, edhe për mua nuk është etik për të transmetuar të gjitha. Sepse nuk ka justice, drejtësi për gjithë crime nga lufta. Edhe ka shumë familje, shumë njerëz humbi pjesë familjes, nuk ka drejtësi, edhe do të shpjegoj për gjithë botën situatë. Të flasësh me një dashuri kaq të pastër dhe të madhe për një qytet ku nuk e lindur, Alice Taylor është absolutisht një pasuri e çmuar për Gjakovën. 13 vrasje janë regjistruar në Kosovë brenda periudhës janar-qershor 2026. Ky numër shënon një rënje prej 6 rasteve më pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të 6 mujorit të parë të vitit 2025, kur ishin regjistruar 19 raste. Në 6 muajt e parë të vitit aktual në nivel vendi janë regjistruar 13 vrasje. Nga Policia Kosovës thonë se në këtë periudhë kohore janë regjistruar 6 vrasje më pak se në 6 mujorin e parë të vitit 2025. Eksperti i sigurisë Refki Morina thotë se asnjë problem i konfliktit nuk mund të zgjidhet me dhunë, duke u bërë thirrje institucioneve që në bashkëpunim me ato shoqërore të koordinojnë punët e tyre në mënyrë që të minimizohen veprat penale që kanë të bëjnë me vrasje.
parandalimi i rasteve të tilla të vrasjeve, plagosjeve të tjera, fillon nga familja, nëpërmes shkollës, nëpër krahët policisë, pastaj të gjykatave, prokurorisë e tjera, në mënyrë që ato të jenë më azhure, më të shpejta në zgjedhjen e rasteve të landeve e tjera, dhe kështu që edhe institucionet shtetërore, po edhe ato shoqërore së bashku të koordinojnë punën e tyre në mënyrë që të minimizohen këto vepra penale, të cilat janë më të rënda bazë kodit penal. Mirë po, përkundër rasteve të regjistruara, eksperti i sigurisë Morina pohon se Kosova mbetet vend i sigurt për të jetuar fal policisë dhe gjyqësorit që ka. Kosova është e sigurt, për arsye se kemi një polici e cila është mjaft profesionale, kemi gjyqësorin, prokurorin që do të thotë janë të njohur edhe në aspektin ndërkombëtar si institucione kredibile, po edhe profesionale. Prandaj duhet një punë sistematike edhe institucionet e sigurisë, do të thotë patrullime të vazhdueshme në vendet ku mendohet se ka armë ilegale, patrullime në lokalet të natës, patrullime të ndryshme, por një koordinim i mirëfillt mes prokurorisë, gjykatave, në mënyrë që të jenë sa më vigjilente, sa më të shpejta efikase në zgjedhjen e rasteve landeve. Ndërkohë, si një nga masat parandaluese të përdorimit të armëve që rezultojnë edhe me vrasje, është konfiskimi i armëve pa leje, ku vetëm gjatë vitit të shkuar, policia ka konfiskuar 1931 armë të ndryshme. Këpucët e papërshtatshme mund të përkeqësojnë ose të shkaktojnë probleme të shumta shëndetësore. Fizioterapisti Agon Bytyqi thotë se zgjedhja e gabuar e këpucëve mund të sjellë probleme që nga shputat e deri tek shtylla kurrizore. Këpucët në të shumtën e rasteve zgjedhen për pamjen apo rehatin, por ato mund të ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si ecim dhe në shëndetin e trupit. Zgjedhja e gabuar mund të sjellë probleme që nga shputat e deri te shtylla kurrizore. Këmbë është baza, domethënë, e trupit. Nëse bëjmë një zgjedhje të gabuar të këpucës ose atletëve, atëherë kemi më pas probleme me shput, rrjedhimisht me gjunjë, ije dhe me boshtin kurrizor. Në praktikë shohim shpesh që dëmtohet, domethënë kemi probleme me fascitin plantar, dhimbje në pjesën e tendinës së akilit, atëherë shkon dhimbje në gjuhë, formohet një farë metatarsalgjia, quhet, është dhimbje e shputës. Atëherë kemi probleme edhe me hallux valgus, që është një farë deformimi të pjesa e nyjes së gishtit. Një problematikë e vazhdueshme për gratë mbeten këpucët me taka të larta, përdorimi të cilave mund të sjellë pasoja. Nuk është pozitë normale e komës, edhe kanë problem si specifik të gratë është që kanë dhimbje në pjesën e përparme të shputës, domethënë lart, atëherë kanë probleme edhe me gjunjë, shpinë, humbet harku i shpinës edhe kështu. Fizioterapeuti Bytyqi rekomandon që në momentin që zgjedhin këpucët, mos të fokusohen vetëm te numri i këmbës, por rëndësit i kushtojnë edhe mënyrën se si tembra mbështetet në këpucë dhe hapësira para gishtërinëve duhet të jetë rreth 1 centimetër. Rikthimi i mërgjimtarëve gjatë muajve të verës sjell një gjallëri të jashtëzakonshme në Kosovë, duke mbushur sheshet, lokalet dhe qytetet e lindjes plot jetë. Shumë familje dhe të rinj po shfrytëzojnë pushimet e verës edhe në Gjakov për të çmallur edhe me të afërmtit dhe për të vizituar familjarët e tyre. Përtej pushimeve, kthimi i mërgjimtarëve është një dëshmi e lidhjes së fortë me vendlindjen. Sepse sa do larg të jenë, është vendi ku kanë lindur ai që i thret gjithmonë. E këto ditë edhe Gjakova po e ndjen rikthimin e njerëzve të saj. Në Gjakovë në lidhje se kem vendlindje Kosovën përgjithësi dhe Gjakovën vetë si vendlindje, jam i lindur në Gjakovë, vim ka 2 herë në vit, vi për Suedia, kem vendlindje tonë nuk mundem pa artu. Më shku ka më shku pa në Gjakovë, në Kosovë nuk ja vlen ka asgjë për si person si unë, me gjithë familje vim. Dhe me fëmijë bashkë, një ka një qyshta kanë pushimet verore. E përtej dashurisë për vendlindjen, Gjakova sipas tyre ka vend edhe për ndryshime. Një detyrë që kemi ndaj vendlindjes, pastaj ndaj shtëpisë, parafisit dhe në atë kuptimin e pushimit nuk e kam qujtën për jarë pushim, por me kryer disa obligime. Ka vend për ndryshim, kanë ndryshuar gjëra të mirë, për të mirë, po në disa segmente nuk janë të shku në rrugë që është duhet. Po megjithatë duhet me pa
një dritë me tej. Për disa javë, rrugët e Gjakovës mbushën sërish me zërat e atyre që jetojnë larg. Një atmosferë që bën verë ndryshe, si për mërkimtarët, ashtu edhe për qytetin. Të martën e 1 shtatorit, nxënësit e arsimit parauniversitar nisin vitin e ri shkollor 2026-2027. Ndres Përleshi, inspektori i arsimit, thotë se inspektorët në Gjakov me të filluar viti shkollor do të vazhdojnë me një ritëm edhe më të madh të angazhimeve dhe fokusi i tyre do të jetë vlerësimi i jashtëm i performancës së shkollave. Nxënësit do t'i kthehen bankave shkollore të martën e 1 shtatorit. E për shkollat e tyre, vetë se ka filluar të bëhet plani inspektues nga sektori inspektoratit të arsimit në Gjakov. Udhëheqësi i këtij institucioni tha se inspektimet do të vazhdojnë me një ritëm edhe më të madh. Të gjitha shkollat e kanë kryer vlerësimin e brendshëm, që është kusht për me bë vlerësimin e jashtëm dhe pothuajse në shtator do të fillojmë me pjesën më të madhe të shkollave për vlerësimin e jashtëm dhe kuptohet edhe inspektime tjera që kemi në planin dinamik, inspektimin administrativ, inspektimin tematik. Shpresojmë që inspektime emergjente s'kemi me pas, pra të gjitha këto shka paraqitet nevoja na jemi në gatishmëri. Përleshi tregoi po ashtu për disa nga inspektimet që janë kryer në fundvitin shkollor. Ndërkohë kemi bërë inspektime tematike, inspektime administrative, ankesa fundi vitit karakterizohet me ankesat në nxënësve për punë suksesi, trajtohen edhe brenda një afati optimal mundohemi me u kthy përgjigje. Këto inspektime të cilat do të kryhen dhe janë kryer, shërbejnë për të përmirësuar cilësinë e arsimit në nivelin parauniversitar në komunën e Gjakovës, rrjedhimisht duke ngritur cilësinë arsimore në Kosovë. Klubi i basketbollit Vllaznimi po shqyrton zyrtarisht mundësinë për rikthim në Procredit Superligën e Kosovës në basketboll. Ky zhvillim vjen pas krijimit të një vendi të lirë në elit, ku skuadra gjakovare shihet si një nga kandidatët kryesor për të plotësuar tabelën e edicionit të ri. Data e fillimit të edicionit të ri të Procredit Superligës së Kosovës dihet, por ajo që nuk dihet është se cilat skuadër do të kompletojë tabelën e garës kryesore në basketbollin e Kosovës. Kur klubi i basketbollit Drita nuk u licencua për edicionin e ri për shkak se nuk disponon një palestër, është hapur një mundësi për inkuadrimin në Superligë e një ekipi nga Liga e parë. I ftuar në emisionin Sportcast të Kosova Press, i pari i Federatës së Basketbollit të Kosovës foli për këtë mundësi dhe përmendi ekipin e Vllaznimit. Ne spari këtë ofertë duhemi me hapër të gjithë. Kjo le të jetë e qartë. Për të gjithë nga Liga e parë, cilët ata të cilët kanë fituar drejtën në Ligën e parë. Në anën tjetër, për Vllaznimin ne kemi një borxh të veçantë për shkak të asaj turbullire që ndodhi vitin e kaluar, edhe mbrëm në bordin tonë do të jemi marrë vesh që me e hap këtë mundësi. Natyrisht ne duhet të hapim për të gjithë. Përfundimisht, po duhemi me pas se cili do të jetë ai klubi i cili mund ta zaventësoj. Wild card do të hapet me patjetër, domethënë ky është vendim që nuk mund t'i ikim kësaj. Ndërkohë, burimet brenda ekipit të Vllaznimit i thanë televizionit Syri që janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë për aplikim dhe inkuadrimin në Superligë. Ekipi i Dritës nga Gjilani ishte fituesi i Ligës së parë në sezonin e fundit, por që nuk plotësoi kriteret për pjesëmarrjen në elitën e basketbollit kosovar për t'i hapur rrugë ekipeve tjera nga Liga e parë për të bërë pjesë e Superligës në edicionin e ri që starton në vikendin e 19 dhe 20 shtatorit. Samir Zekiqi gjuan për 3, realizon Zekiqi. Ndoqet përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.